Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike dhe të sigurisë në Kosovë. Për këtë do të shkojmë në Gjermani, do të flasim me analistin zotin Lulzim Veliu, njohës mjaft i mirë i çështjeve të politikës në Kosovë, por dhe të gjeopolitikës. Zoti Veliu, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Po jetojmë në kohë të turbullta, ndryshim kufish shtetëror, ekonomik, politik, kulturor, po ndodhin gjitha. Është mëse e vërtet dhe nuk është një periudhë shumë e gjatë kohore që nuk kemi pasur një turbulenca kaq të mëdha në politikën ndërkombëtare, pra duke përfshirë edhe vetë fuqitë e mëdha, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përvardhuar në Evropë edhe në për Azi. Pra jemi në një situatë të jetë të tensionuar, në një situatë të paqartë, në një situatë që për çdo moment po ndryshon dhe po mund të ndryshojë. Dhe unë mendoj se në këtë situatë ne si vende të vogla, duke filluar pra nga vendet tona Shqipëria dhe Kosova, duhet të jemi shumë të kujdesshëm që në deklarimet pro apo kundër forcave të ndryshme apo edhe edhe në çështjen e sigurisë të mobilizohemi dhe të punohet më tepër për mbrojtjen e territorit. Po a kemi kuptuar që jemi të vegjël? Po patjetër që deshëm apo s'deshëm duhet ta kuptojmë dhe është një gjë që dihet. E sidomos kur flasim për Kosovën, jemi një vend ende pa siguruar një shtetësi të plotë, një vend që ende nuk nga shumë vende të botës nuk njihemi drejt për drejt as edhe nga Serbia, nga ish okupuesi i asaj pjese që në çdo moment vetëm shiqon momentin e volitshëm për të shkaktuar të lashe dhe për të eskaluar situatën, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, pra aty ku ka edhe komunitetin serb në shumicë. Dhe për këtë arsye ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm edhe në deklarata, por edhe në veprime. Zoti Veliu, derisa i malli po kërkon të zgjerohet dhe të sulmojë edhe të vegjëlit. Kjo mund të ketë edhe reaksion zinxhir, pasi edhe shtetet tjera, përfshirë në Ballkan, mund ta ndjekin këtë model. Mund të zgjerojnë kufitë e tyre. Po pra, pikërisht kjo e përish atë marrëveshjen apo atë paqen e drejtanishme të cilët pra janë njohur dhe kanë pranuar shtetet e ndryshme, shtetet e vogla dhe me fuqi më të vogël dhe nuk ka pasur pretendime ndaj më të vegjël. Por mirë, po në momentin kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës shfaqen me pretendime territoriale ndaj vendeve më të vogla dhe më pak të fuqishme, pikë së pari e arsyetojnë luftën e tmerrshme që është duke u zhvilluar në Ukrainë tash 3 vite, e arsyetojnë pra agresionin rus mbi Ukrainën, mirë po edhe hap mundësi që vendet që e ndin veten më të fuqishme për të qenë më agresive dhe ndoshta edhe për të synuar zaptimin e territoreve të vendeve më të vogla e më pak të fuqishme.